Kabllot e varura të rrjetet të ndryshme vijojnë të jenë rrezik dhe shqetësim i përditshëm për banorët e rrugës Marie Kraja. Përgjatë gjithë gjatësisë së kësaj rruge bëren ndërthurje të kabllove të energjisë elektrike me ato të operatorëve të telefonisë, internetit dhe televizoreve, çka ka përkeqësuar së tepërmi situatën. Më shqetësuese paraqitet situata krijuar nga kabllot e rrjetit të energjisë elektrike, pasi në mjaft pjesë janë të varura shumë poshtë, duke rrezikuar seriozisht jetën e qytetarëve. Rreziku shtohet edhe nga lidhja e kabllove me fasadat apo muret e banesave. Sipas banorëve, duhet ndërhyrje urgjente për zgjidhjen e kësaj problematike të krijuar prej kohësh. Ne bëmë mund kompleta ke parasysh. Të shijata edhe për shkarkimin elektrike për televizionat janë me tensionet e nënta. Të më hek kohër, po i kanë bërë të si e kanë. Ai vend aty është i rrezikshëm kur çdo që kalon. Pse kabllot janë bajag i ulët me tokë. Rreziku kujt kanë fatkeqësi, a jetojnë as jetojnë, më kput njëna për i tyne, zorë se ka jetë. Foja është edhe institutit që je për dhëradhat punë, e që je për monat punë, që vese me shtu edhe me ike me kalu. Në njerëzit me kërku nim për atyne që e kanë vu, që me ne i hek, e se që anë kryt kërkush në atë punë. OSHE ka zhvilluar vazhdimisht aksione për sistemimin e kabllove në lagje të ndryshme të qytetit, por ndërhyrja duhet të shtrihet edhe në këtë rrugë për të garantuar jetën e qytetarëve.